Përshëndetje të shtrenjtët e mi, mirë se vini në Golden Truth Tarot. Dhe tani, le të fillojmë me parashikimin e muajit korik për shenjën e binjakëve. Binjak, koriku do të jetë një muaj fantastik për të gjithë ju, një muaj ku në javën e parë do të ndjeni shumë të fuqishëm, do të ndjeni shumë të mpret, mendërisht shumë të qartë në kontroll të emocioneve tuaja. Do arrini me shumë zgjuarësi, deri diku mund duket si e pamundur, si me magji, që edhe situata të vështira, edhe situata konfliktuale ose problematike, ju dini t'i ktheni në avantazhin tuaj. Dikush mund nisë të bëjë diçka ndaj jush për t'ju penguar, për t'ju prishur punë, dhe ju do ta bëni që të bjerë në kurthin e vet. Kjo është java më e mirë për ata binjak që duan të japin intervista pune, për ata binjak që duan të krijojnë marrëveshje biznesi, për ata binjak që duan të bëjnë një blerje të rëndësishme, me investime, sidomos investim në pronë apo një investim në një ide që ju doni ta ktheni në diçka fitimprurse, sepse aftësia e komunikimit, aftësia për të bindur të tjerët, për të parë potencialin tuaj, vizionin që ju keni dhe që të bashkëpunojnë me ju është shumë e lartë në këtë javë të parë të korikut. Plus që ne kemi edhe Afroditën, planetin e dashurisë, planetin e romancës, planetin që lidhet me të bukurën, por dhe me mirëqenien, me paratë, është në shenjën tuaj nga data 4 korik deri në fund të muajit, prandaj Afrodita ju ndihmon edhe tek pjesa e imazhit. Do të shikoni që do të merrni më tepër komplimenta në këtë kohë, mund të merrni dhurata, mund të jeni më të lakmuar, njerëzit janë më të predispozuar që t'ju ndihmojnë binjak, që t'ju përkrahin, që t'ju bëjnë favore të ndryshme, që t'ju ndihmojnë. Është një javë shumë e mirë për ata binjak që janë single, sigurisht që doni të krijoni njohje të reja. Kjo është një javë shumë e mirë për të dhënë përshtypjen më të mirë të mundur për veten tuaj, prandaj mund të keni takime, biseda shumë të këndshme gjatë kësaj jave. Një javë që ju favorizon edhe binjakët që punojnë me klient, binjakët që kanë bizneset e tyre private, mund të shikoni një rritje të klientelës në këtë javë të parë të korikut, mund të shikoni edhe të ardhura më shumë, nëse punoni me një audiencë me rrjetet sociale, mund të shikoni më shumë një rritje të audiencës, gjithçka e mirë, pozitive dhe me përfitim, dhe duke parë këtë aftësi që ju keni, thoni wow, vërtet fati është me mua, po më manifestojnë të gjitha ato dëshira të gjëra që unë dua, do ju vinë situata të papritura nga hiçi që ju ndihmojnë, që ju mbështesin, dhe në këtë kohë ju thoni duhet ta shfrytëzoj maksimalisht që gjërat po ecin kaq mirë. Se shikojni javën e dytë që jeni plot energji, plot motivim, kjo do jetë një javë ku do jeni gjatë gjithë kohës në lëvizje për të realizuar shumë gjëra. Nëse keni lënë disa pezull, kjo do të jetë java ku ju do të jeni shpejt të bëjë dhe shumë të mpret. Kjo është esenciale, mpretësia që do të keni në anën psikologjike, në anën mendore. Binjakët ndonjëherë vuajnë nga konfuziteti, nga idetë e shumta, nuk dini se si të veproni, se çfarë të bëni, por një ndryshim shumë i madh po vjen për ju, binjak, sepse me 7 korik, Urani, planeti që lidhet me energjinë e gjeniut, planeti që lidhet me energjinë e revelimit, që lidhet me pjesën e stimulimit nga ana intelektuale, pra që ju bën edhe më të mpret, edhe më të qartë dhe më të ftohtë emocionalisht, më të arsyeshëm, më të logjikshëm, futet në shenjën tuaj nga 7 koriku, në binjak, dhe do të qëndrojë me ju për 7 vitet e ardhshme. Kjo do t'ju bëj më të fortë, kjo do t'ju bëj më të qartë, mendërisht do t'ju bëj më inovator, është një energji shumë e favorshme për binjakët, sepse i bën më të kthjellët, i bën edhe më guximtar në marrjen e vendimeve. Prandaj te java e dytë do të jetë një javë ku do të jeni gjatë gjithë kohës në lëvizje me shumë nxitim, plot vendosmëri të bëj edhe këtë dhe me një vitalitet të jashtëzakonshëm. Për binjakët që do të krijojnë një njohje, nëse ky person që do të filloni këtë njohje do të ketë energji ajri, një lloj si ju, për shembull dikush që ka ascendenten ose shenjën e diellit në binjak, në peshore ose në ujor,
Ky do të jetë personi që do të përshtatet shumë mirë me ju, do t'ju duket sikur vërtet keni gjetur shpirtin tuaj binjak, sepse në aspektin intelektual ju kuptoheni mjaft mirë me njëri tjetrin, e kuptoni vizionin që keni për jetën, dëshirat që keni për jetën, dhe në javën e tretë ju shikoj të lumtur, ju shikoj të dashuruar, ju shikoj në një raport shumë të plotësuar, shumë harmonik. Kjo vlen edhe për binjakët të cilët do të fillojnë këtë njohjen e re të dashurisë me këtë shenjën e ajrit, por edhe për binjakët që janë në një marrëdhënie dashurie të konsoliduar, ju vërtet ndjeni që keni gjetur personin e duhur në jetën tuaj. Dhe kjo është edhe energjia e soulmates, të shpirtrave binjak, që shpirti binjak nuk do të thot vetëm në kuptimin e dashurisë dhe të romancës, ti mund të krijosh një lidhje pune ose një bashkëpunim me dikë që është një raport shoqëror, po ti e ndjen që ky person është kuptohesh me këtë person kaq mirë sa thua është soulmate, jemi shpirtra binjak, në çdo drejtim kemi të njëjtin vizion, të njëjtin dëshirë për jetën. Pra gjetja e personave të duhur, kontaktet e duhura që do t'ju ndihmojnë shumë në arritjen e vizionit që ju dëshirës që ju keni në mendjen tuaj dhe një plotësim nga ana shpirtërore. Kur diçka kalon përtej asaj marrëveshjes që mund të jetë me përfitim nga të dyja palët dhe ti në mënyrë të sinqertë kupton që dhe pala tjetër të do të mirën, do të të ndihmoj, do të të përkraj dhe është një ndjesi, është një ndjesi e sinqertë nga të dyja anët, mund të jetë një për disa binjak një shoqe e sinqert, një shok i sinqert, një raport mjaft pozitiv mes jush, edhe ajo është me vlerë të jashtëzakonshme për jetën tuaj, për të ardhmen tuaj, sidomos për binjakët që mund të jenë ndier pak vetëm ose të pa në situata të ndryshme kur ju është dukur sikur njerëzit nuk ju kanë kuptuar aq sa duhet, nuk ju kanë përkrahur aq sa duhet, tani do gjeni njerëzit e duhur që përshtaten realisht me ju, se ndonjëherë jeni kaq të veçantë, kaq unik binjak në mënyrën si e shikoni jetën, si e shikoni gjërat, që gjetja e njerëzve të duhur është pak e vështirë, pak e komplikuar, po tani jeni mirë, jeni në një situatë që ju shoh shumë të lumtur. Thash kjo energjia e Afroditës është një energji shumë pozitive. Gjatë gjithë muajit do ta ndjeni që jeni me fat, jeni mirë, njerëzit janë shumë më të dashur ndaj ju, shumë më me mirëkuptim. Thjesht në fund të muajit, sepse kemi thash deri me datë 31 është Afrodita, mund të keni pak frikra ose pak pasiguri në lidhje me mënyrën se si ju shikojnë të tjerët, gjykimin ndaj paragjykime të ndryshme ndaj vetes tuaj, zgjedhjeve që po bëni, mund të keni edhe frikra që kanë të bëjnë jo me ju, por frikra që kanë të bëjnë me botën, me gjendjen aktuale në botë, me problematika të ndryshme, me çfarë ju dëgjoni nëpërmjet internetit, nëpërmjet mediave, çfarë dëgjoni online, mund të keni një lloj pasigurie, një lloj frike, një lloj paranoje se mos ndoshta ndodh diçka në shkallë globale që do të ketë impakt edhe tek ju, që do t'ju pengoj. Pra edhe pse gjithçka në jetën tuaj është mirë, shkon siç duhet, jeni të kënaqur, të lumtur në aspektin personal edhe në aspektin financiar, impakti i botës, i gjërave të jashtme do të ketë një ndikim tek ju që do t'ju mërzis, do t'ju stresoj edhe do të filloni të mendoni, mirë un po e bëj këtë gjë, po mos ndoshta ndodh një situatë që më prish punë, prishet ekonomia e vendit ku un jam, apo prishet gjendja politike, ka trazira, si do ja bëj. Këto shqetësime mund të sjellin pak pasiguri, mund të sjellin pak stres, pak ankth. Do t'ju rekomandoja të tregojeni selektiv me çfarë informacionesh dëgjoni, me çfarë informacionesh konsumoni gjatë ditës, sepse ju atë çfarë keni në dorë të bëni është vetëm të kujdeseni për veten tuaj dhe për rrethin tuaj, njerëzit afër, familjen, shoqërinë, njerëzit rrethin tuaj, nuk disa gjëra nuk i keni në dorë, nuk i ndryshoni dot, prandaj mos lejoni që trysnia e jashtme të sjellë shqetësime në mirëqenien tuaj kur gjithçka është okay në përditshmërinë tuaj. Vetëm kjo ka rëndësi. Okej, pra bëni një lloj
ndoshta një lloj pastrimi, le të themi, ndoshta qëndrojeni larg rrjeteve sociale për një kohë, mos dëgjoni shumë çfarë ndodh online. Thjesht fokusohuni tek mirëqenia juaj. Prandaj dhe nga orakulli i dashurisë dhe i romancës, mesazhi për ju thot: Consider your foundation, look at how committed you are to love. Pra, merr në konsiderat bazën tënde, themelin tënd, atë çfarë ti ke ndërtuar dhe shiko se sa angazhim, se sa fokus ti ke tek dashuria, tek romanca. Kjo vlen sidomos për ata binjak që kanë filluar këtë lidhje të re dashurie, sepse kemi energjinë e pesës që më tregon se ju mund të keni pasur periudha ku keni qenë për një kohë të gjatë single, marrëdhënie që ndoshta nuk kanë funksionuar më përpara për arsye të ndryshme. Dhe tani që ndjeheni mirë me këtë person, edhe pse mund t'ju duket sikur çdo gjë është perfekte, kuptoheni mjaft mirë me njëri tjetrin, mund të jetë edhe një lloj frike, një lloj pasiguri që ka të bëjë më tepër me gjërat tuaja personale. Pra ajo frika e angazhimit, frika nga ndryshimi, kur ti kalon nga një situatë që je mësuar vetëm single në një situatë ku je në çift me një person. Kjo është edhe energjia Uranit. Urani të bën që të kuptohesh mjaft mirë nga ana intelektuale, po sjell edhe një lloj frike, një lloj ftohtësie, një lloj po jam mësuar me lirinë time, jam mësuar me rahatin time, tani do më ndryshoj jeta nëse unë filloj një bashkëtesë, nëse unë kaloj në një marrëdhënie në martesë apo në diçka që është më e konsoliduar. Kështu që shikoni këtë frikën dhe sa të gatshëm jeni në këtë fazë të jetës tuaj për të ndërtuar një bazë të rëndësishme, për të ndërtuar diçka të shëndetshme, jo thjesht një romancë të shkurtër dhe interesante, por diçka më afatgjatë. Ndërkohë për të tjerët, për ata që janë në një marrëdhënie dashurie, pavarësisht impaktit të jashtëm, të frikës që mund vi nga gjërat që mund të merrni së jashtmi, ju mendoni për këtë që ju thash, bazën tuaj, shtëpinë tuaj, harmoninë tuaj, raportin në çift, raportin me familjen. Kjo ka rëndësi që ju të jeni të gjithë bashkë të lidhur, të jeni mirë me familjen, gjithçka të jetë okay. Pastaj gjërat që janë jashtë kontrollit tuaj, që nuk i ndryshoni dot, lërini mënjan dhe vetëm kthejeni fokusin tek ata njerëz që janë afër jush dhe që kanë nevojë për dashurinë, për mbështetjen dhe suportin tuaj. Okej, binjak, kjo është gjithçka që unë shoh për ju për muajin korrik. Ju falenderoj shumë që më ndoqët. Nëse ju pëlqeu ky lexim, lutem më jepni një like, një koment, mos harroni të abonoheni, të bëni subscribe dhe nëse jeni të interesuar për lexime private, ju lutem klikoni tek linku i website-it tim në www.goldentruthtarot.com. Aty mund të rezervoni lexime private me mua. Ju falenderoj dhe bashkë do të dëgjohemi në videot e ardhshme. Gjithë të mirat, mirupafshim.